të Radio Singjallja, sot është një moment historik për kishën tonë ortodokse. Është e diela e dytë e kreshmeve, 16 mars 2025. Mbas liturgjisë hyjnore të kësaj të diele, antarët e sinodit kishës sonë do të mblidhen në qendrën sinodike për të zgjedhur dhe kryepiskopin e ri të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Kujtojmë këtu se froni kryepiskopal mbeti vakant mbas jetëndërimit të kryepiskopit të ndjer Imzot Anastasit në 25 janar të vitit 2025. Gjithmonë do ta kujtojmë bariun tonë të dashur Imzot Anastasi për veprën e madhe ngritjen kanonike të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, e cila doli nga sistemi ateist komunist plotësisht e rënuar. Dhe ishte pikërisht përpjekja e kryepiskopit Anastas një sfidë e vështirë, por që ja doli me sukses me hirin e Perëndis, i cili me ardhin e tij hapi shkollën dhe përgatiti klerik vendas që do të drejtonin kishën dhe sidomos më pas edhe dorëzimi i episkopëve bëri që në vitin 1998 kisha jonë ortodokse të themelonte dhe sinodin e parë të saj mbas diktaturës komuniste dhe ardhjes së demokracisë. Për të vazhduar mëtej në vitet më vonë dhe me dorëzime të episkopëve të rinj që sot janë antarë të sinodit të shenjtë të kishës sonë. Kujtojmë këtu etrit tanë të fjetur dhe të shenjtë Imzot Kozmajn, episkopin Apollonis, i cili fjeti më Zotin më 11 gusht të vitit 2000, apo dhe mitropolitin e Beratit, i cili fjeti më Zotin më 20 korrik të vitit 2024, dhe kryepiskopi Anastas, i cili fjeti më Zotin më 25 janar të vitit 2025. Liturgjia hyjnore solemne sinodikale në katedralen Gjallja e Krishtit u kryesua nga mitropoliti i Korçës Imzot Joani, një herësh edhe mbikëqyrës i fronit kryepiskopal. Bashkë me shuan dhe antarët e sinodit të shenjtë, mitropoliti Gjirokastrës Hirsi Dimitri, mitropoliti i Apollonis dhe Fierit Hirsi Nikola, mitropoliti Elbasanit Hirsi Andoni, mitropoliti i Beratit Hirsi Asti, mitropoliti i Amantjas Hirsi Nathanaeli, episkopi Krujës Hirsi Anastasi, me shuan gjithashtu dhe klerik të kryepiskopatës i hirshme dhe klerik të mitropolive të kishës sonë. Në përfundim të liturgjisë hyjnore, episkopi Krujës Imzot Anastasi ftoi besimtarët të qëndrojnë në kishë në lutje bashkë me sinodin e shenjtë për zgjedhjen e kryepiskopit të ri, e më pas ta presin atë në kishën katedrale Gjallja e Krishtit për të marrë pjesë të gjithë së bashku, klerik dhe laik, në shërbesën e mesazhit të madh të kryepiskopit të ri. Vëllezër dhe motra, siç keni mësuar dhe nga njoftimi zyrtar që kisha jon ka nxjerr, sot është një ditë e madhe historike për kishën tonë, pasi pas jetëndërimit të kryepiskopit ton Anastas dhe pas respektimit të gjitha ditëve të zi sipas traditave tona ortodokse, sot sinodi i shenjtë i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë është i thirrur për t'i dhënë mitropolisë të Tiranës atin e saj të ri dhe kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë kryepiskopin dhe primatin e saj të ri. Për këtë qëllim, sinodi i shenjtë menjëherë tani pas meshës do të mblidhet në një mbledhje të jashtëzakonshme me qëllimin e vetëm që sipas traditës së shenjtë dhe në përputhje me kanonet e shenjta dhe me statutin e kishës sonë ortodokse autoqefale të Shqipërisë të zgjedhë kryepiskopin e ri. Kjo mbledhje do të jetë në drejtimin e mitropolitit të Korçës Hirsi Joanit, i cili deri tani luajti dhe rolin e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal, të cilin e falenderojmë për kujdesin dhe dashurinë që tregoi për mitropolin tonë dhe për kishën e Shqipërisë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe muajve, le të themi. Ndërkohë që sinodi është në mbledhje, juve jeni të lutur që të qëndroni në kishë ose edhe në rrethinat pranë saj dhe sapo të dëgjoni këmbanat që do të bien, të mblidhemi të gjithë në kishë, sepse kryepiskopi i ri sapo zgjedhur do të kryej shërbesën e përkatëse dhe do të japë mesazhin e tij të madh nëpërmjet të cilit njofton klerin dhe popullin për pranimin e detyrës së tij të lartë. Jeni të ftuar të qëndroni në lutje, të bashkuar në lutje me sinodin ton të shenjtë. Mbas liturgjisë, në ndërtesën e sinodit të shenjtë që ndodhet pas katedrales Gjallja e Krishtit,
u mblodh Këshilli Kleriko-Laik, i cili në mbledhjen e tij do të propozojë 3 kandidatura për kryepiskopin e ri. Pas mbledhjes së Këshillit Kleriko-Laik, i cili ka propozuar 3 kandidatura për kryepiskopin e Kishës Orthodokse Autokefale të Shqipërisë, Sinodi i Shenjtë u mblodh në paraklisin e qendrës sinodike për të zgjedhur me vot kryepiskopin e ri. Rreth orës 11:30 këmbanat bien pa pushim dhe gëzueshëm për të lajmëruar zgjedhjen e kryepiskopit të ri, si dhe për të njoftuar besimtarët të hyjnë përsëri në kishë për të marrë pjesë në shërbesën e mesazhit të madh të kryepiskopit të ri e për të parë pikërisht se cili është ai. Bekuar është Perëndia ynë, gjithnjë tani e për erën e jetë, të jetëve.
Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjoj, mëshiro. Lutemi për kryepriftëritë e shenjtë që përbëjnë sinodin e shenjtë të Kishës së Shqipërisë dhe për të gjithë vllazërinë tonë më Krishti. Lutemi për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullit. Lutemi për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, djesë dhe ruajtje të klerit dhe të popullit të dioqezës së hy shpëtuar që më është besuar. Se ti je Perëndi mëshirues dhe njeridashës, dhe ty të drejtojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit shenjtë, tani e për e në jetë të jetëve. Lavdime ty, o Krisht, Perëndi, shpresa jonë, lavdime ty. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të shenjtë, tani e për e në jetë jetëve. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Ai që dërgoi prej qiellit në formë gjuhësh të zjarrta, shpirtin e të shenjtë, bindzënësit dhe apostujt e tij të shenjtë, Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e nënësnit të shenjtë pacënuar këtë papërlyer, me fuqinë e kryqit të nderuar dhe jetëbërës, me mbrojtjen e fuqive qellore të çmuara dhe pa trup, me lutjet e nderuarit lavdëruarit profetit, parancit dhe pakzorit Johan, të apostujve të shenjtë të lavdëruar dhe dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve të anashënar dhe yprurës, dhe yprimëve të shenjtë dhe drejtë Joakimit dhe Anës, të Shën Grigor Palamajt, të dëshmorëve Savini Juliani, dhe anashënarët Kristodhuli dhe Amini që kremtojmë sot, dhe të gjithë shenjtorëve, na mëshirov dhe na shpëtov si Perëndi i mirë dhe njeridashës. Me uratë atë etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. I Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me fjetjen në Zotin të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasit, froni kryepiskopal mbeti vakant. Për këtë arsye, ne, kryepriftërinë të që përbëjmë sinodin e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u mblodhëm sot, më 16 mars 2025, në qendrën sinodike në Tiranë, nën kryesinë e hirësisë së tij, mitropolitit të Korçës, Imzot Joanit, në cilësinë e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal, me thirrjen e Shpirtit të Shenjtë, sipas kanoneve të shenjta dhe statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke paraqitur votat tona kanonike mbi tryezën e shenjtë, kemi zgjedhur mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Imzot Joanin, kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe primat të Kishës së Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë orë të bekuar, e shpallim si kryebariun, mësuesin dhe udhëheqësin tonë. Hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, mbikëqyrësi i fronit kryepiskopal Joani, hirësia e tij,
Mitropoliti i Gjirokastrës Dimitri, Hirësia e tij, Mitropoliti i Apollonisë Nikola, Hirësia e tij, Mitropoliti i Elbasanit Andoni, Hirësia e tij, Mitropoliti i Beratit Asti, Hirësia e tij, Mitropoliti i Amantias Nathanaili, Hirësia e tij, Episkopi i Krujës Anastasi. Fronëzimi i kryepiskopit të ri do të bëhet të shtunën më datë 29 mars 2025 në Katedralen Ngjallja e Krishtit. Duke lavdëruar Perëndin Triadik, falenderoj kryeprifët e Sinodit të Shenjtë, të udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë, për zgjedhjen time në fronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Orthodokse Autokefalit Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hynor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e kishës dhe të udhëheq grigjen shpirtërore që më është besuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim. Ndërkohë që besimtarët e shumtë që kanë mbushur kishën përshëndesin zgjedhjen e kryepiskopit të ri, duke bashkuar zërat e tyre me atë të antarëve të sinodit dhe klerikëve, Idenj, Aksios. Për herë të parë, kori i psaltësve, në drejtimin e Zotit Theodor Peci, psalin famën kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij i Mzot Joanit. Mitropoli
falendëruar përsëri hierarkët e sinodit tonë të shenjtë e të gjithëve juve për pjesëmarrjen, lutem që Perëndia ta mbrojë gjithmonë kishën tonë. Amin. Në këtë ditë historike për Kishën Ortodokse në Shqipëri, ku pak më parë Sinodi i Shenjtë zgjodhi kryepiskopin e Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, Im Zot Joanin, nga Katedrala e Ngjalljes e Krishtit në Tiranë, Djakon Aleksandër Dimroçi.